Përshëndetje të gjithëve. Nëse keni festa ose datëlindje, mund ta përgatisni fare thjesht tortën në shtëpi. Sot unë do përgatis një tortë për ditëlindjen e bashkëshortit tim. Fillojmë nga puna. Në fillim përgatisim pandispanjen. Do përdorim 5 vezë, ndajmë të bardhën e vezës nga e verdha. I vendosim në 2 tasa të ndryshëm. Vezët tashmë janë gati. Vendosim të bardhat e vezës në tasë dhe i përziejmë për 5 minuta derisa vezët të fillojnë të shkumohen. Në robot këto përgatiten për 5 minuta. Është momenti për të shtuar 5 lugë të gjellës me sheqer. Pandispanjat e kanë raportin të barabartë, vezë, miell dhe sheqer. Shtojmë 5 të verdhat e vezëve, shtojmë një nga një dhe duke i përzier. Vezët janë shkumuar, janë vezë shati dhe nuk zbardhet shumë me verdha e vezës. Shtojmë 5 lugë të gjellës me miell, të cilin e kam situr më parë. Zakonisht pandispanjes unë i shtoj edhe një lugë me niseshte. Mielli është gati në një formë keku me perimetrin 20 cm, e vendosëm edhe e pjekim për 40 minuta në 170 gradë. Merremi me përgatitjen e kremit. Këtu kemi një puding çokolate, shtojmë 5 lugë të gjellës me sheqer, 500 ml qumësht. Do e përgatis kremin e tortës me krem çokolate. E përziej mirë dhe më pas e zhvendosim në zjarr për 70 minuta derisa pudingu të jetë gati. Kur pudingu fillon të trashet, i shtoj një lugë të gjellës me gjalp. Gjalpi është i freskët, pasi sapo e kam përgatitur. Kam përgatitur vetë këtë gjalp. E përziejmë derisa të shkrijë gjalpi plotësisht dhe më pas shtojmë 120 gram çokollatë zezë. E përziejmë, shkridha çokolata, e lëm kremin të pushojë derisa të ftohet plotësisht. Ndërkohë pandispanja piqet në furrë edhe kremin e kemi gati, e lëm të pushojnë dhe pandispanja pasi është pjekur, ka pushuar dhe është ftohur plotësisht. E largojmë nga forma. Heqim edhe këtë letrën. E ndajmë në 3 ose 4 shtresa, varet sa e trash bëhet pandispanja. Kjo me 3 shtresa është okej. Ndajmë edhe këtë pjesë dhe kemi gati. Përgatisim kremin. Tu kam 500 ml pan për ëmbëlsira. E përziejmë për 5 minuta derisa pana të bëhet kremoze. Pana është gati, edhe kremi çokolatës ka ngrirë, e përziejmë me të rasin e vezëve, duke i shtuar edhe kremin e panës. Unë kam përgatitur kremra të ndryshëm, duke i shtuar gjalp, qumësht të kondensuar, krem djathi, por ky krem i përgatitur me puding mua më pëlqen shumë. Merremi me montimin e tortës. Pasi kemi vënë në pjatë shtresën e parë të pandispanjës, i shtojmë disa lugë me qumësht që torta të dalin e butë dhe më pas kremin e çokolatës. Kështu do vazhdojmë me të treja shtresat, duke shtuar një shtresë pandispanjë, pak qumësht dhe krem çokolate në mes. Vendosim shtresën e tretë dhe të fundit. Sërish qumësht dhe më pas të gjithë kremin e përgatitur. E sistemojmë, e niveloj mirë, kalojmë kremin dhe në anët e tortës. Dhe torta është në përfundim, i bëjmë thjesht dekorimin, disa copra çokolate të bardhë dhe të zezë po i shtoj unë, edhe në sipërfaqe, por edhe në anë. Pak krem sipër, krem të bardhë,
po të njëjtin dekor do i vendosim edhe në fund të tortës. Në mënyrë fare të thjeshtë, mund ta përgatisim fare mirë tortën në shtëpi. Nuk është se kërkon ndonjë profesionalizëm, thjesht dëshirën për ta përgatitur vetë. Edhe disa copra çokolade në pjesën e kremit të bardhë. I vendosim me krem të bardhë edhe vitet e tim shoqi, kjo është tortë për bashkëshortin tim. Nuk më ngelet gjë tjetër, vetëm ta uroj tim shoq, jetë sa më të gjatë, të gëzoj shëndet të plotë, qoftë një baba, vëlla, gjysh dhe bashkëshort i lumtur. Kjo ishte edhe receta e ditës së sotme. Ju falenderoj që më ndiqni.